Çfarë është kanceri që ka ish presidenti Joe Biden dhe sa vite ka për të jetuar me këtë diagnozën? Unë jam Dr. Marja Demaj dhe sot do ju mirë informoj dhe edukoj për një lajm jo aq të mirë që ardhi këtu në Amerikë për ish presidentin Joe Biden që u diagnozua me kancer të prostatës, ish përndar fatkeqësisht te kockat të tij. Kanceri i prostatës zakonisht rritet shumë ngadalë në krahasim me kancerat të ndryshme. Edhe kur shpërndahet zakonisht sulmon kockat, është vendi primer ku shpërndahen qelizat kanceroze. Sepse qenë i shpërndar, është pak më vështirë për ta trajtuar. Edhe se nuk ka kurë për kancer i shpërndar të prostatës, prap ka shumë trajtime të ndryshme, për shembull mund të bëj kimoterapi, mund të bëj rreze, kirurgji dhe gjithashtu ka edhe ilaçe që ndryshojnë nivelin të hormonave si testosteron, se testosteroni i lartë e rrit shpërndarjen të kancerit të prostatës. Zakonisht kur është i shpërndar, këtu në Amerikë mendohet se mund të ketë 5 deri në 6 vite jetë akoma si një numër mesatar, por mos harroni këto janë vetëm thjesht statistika dhe në fakt do ju them që babi im që kishte kancer të pankreasit, që ishte shpërndar një nga kanceret më agresiv, mjekët të tij i dhanë vetëm 6 muaj kohë për të jetuar, por babi nuk është statistik, si edhe Joe Biden nuk është statistik dhe babi luftoi me ndryshim të stilit të jetës, trajtime të tilla nga mjekët, luftoi dhe jetoi për 7 vite më gjatë. Prandaj këto janë vetëm thjesht statistika për mesatarët. Shpresojmë dhe besojmë që Joe Biden do ketë një ekip të shkëlqyer me trajtime të shkëlqyer dhe të jetojë një jetë totalisht normal, sepse nga të gjithë kancerët që ekzistojnë, kanceri i prostatës të meshkujt është një nga ata që janë më me pak agresiv dhe marrin më shumë kohë për të shpërndar dhe për të rritur. Prandaj trajtohet relativisht më kollaj në krahasim me kanceret të tjerë. Kjo është një si përmbledhje për shëndetin të prostatës dhe kanceri prostatës në përgjithësi që impakton shumë meshkull rreth botës. Në qoftë se dëshironi të optimizoni shëndetin të prostatës në përgjithësi, sepse me mosh na zmadhohet në shumë raste zmadhohet prostata për meshkujt dhe bën vështirë për qarkullimin të urinës. Në qoftë se dëshironi të përdorni diçka që ju mbron shëndetin të prostatës në përgjithësi, një nga gjërat të mbështetur nga shkenca është përberja e kësaj vitaminës këtu. Kjo është shishja numër 9 që përmban brenda saw palmetto berries, që janë shumë të mbështetura sidomos për gjërat si simptomat urinar, për qarkullimin të urinës dhe për shëndetin të prostatës në përgjithësi. Shishja numër 9 porositet për dorët botës te www.peakphysiciansgarden.com. Shpresoj ju ka mësuar diçka të re sot, shpresoj që Joe Biden ta kalojë dhe ta fitojë këtë luftë dhe shpresoj që çdo njeri që po përballet kundër një sëmundje si kanceri ta fitojë luftën të tyre. Ju dua shumë, ju do të shëndetshëm. Ciao.